Problemet në bypassin e Shkodrës janë të shumta, dëmtimi i barrierave mbrojtëse në anë të rrugës e kthen këtë segment në burim aksidentesh si për automjetet ashtu dhe për këmbësorët që zgjidhin këtë rrugë për shëndetje. Vetë qytetarët shkodran flasin për këto problematika dhe kërkojnë ndërhyrje. Frikë, po si sa frikë bëjnë. A isha makinat, as kanë sinjale, as tabela, as si ecin si mas qefi. Po ka nxëlla që janë prishuna, mendojnë se duhet më marrë maza që të rregullohen? Po ata duhet më rregullu, po kush mi rregullu? Faktikisht duhet një rregull. Duhet një rregull sepse këto janë kalimtar, janë me fëmijë, janë me gra, domethënë ka rruga është me thënë me gjithë edhe ecin, po mirë është mu siguru. Ju veta, keni frikë me kalu në këtë pjesë? Tash mëse me pas kujdes, kujdesi duhet, se ke parasysh, këtu duhet me kanë një njeri, ke parasysh rregullat e popullit, kështu që këta punë, rregullat janë shumë mira. Bypassi është një ndër investimet e rëndësishme në qytet, i cili përfundoi në vitin 2022.